Zogaj, në mënyrë sa më të përmbledhur, Zogaj, të lutem. Kjo është... Dhe Bushati Albatros. Po? Kjo është protesta më e veçantë të 35 vjetëve të demokracisë në Shqipëri, e rrallë në llojin e vetë. Është një protestë një grupit madh njerëzish që vinë ose nga partitë ekzistuese, por që kanë rebeluar nga kazermat politike, qoftë PS-s, qoftë PD-s, vinë nga partitë tjera të organizuara që janë më të vogla, janë legale. Shumica mendoj se janë 33 dhe njerëz pa parti, pra janë bashkuar të gjithë si një masë kompakte kundër establishmentit 35 vjeçar ose kundër asaj që e themi shpesh, kastës politike plurale, solidare, Berisha, Rama, që bëjnë teatrin e demokracisë në Shqipëri. Këti teatri i ka ardhur fundi me dalë me zbritin në shesh të qindra mijëra njerëzve në Tiranë dhe kudo. Protesta ka marrë shkas, sidomos nga ngjarjet në Zvërnec, ajo ishte pika e ujit që derdhi gotën, me ngjarjet e shëmtuara që të zvarriti si një qytetari i cili pretendonte autorsinë e pronës aty, dhe shteti okult, sepse gjesti ndaj atij qytetarit është gjest i pushtetit okult të oligarkëve. Dhe tani nuk kuptohet që Rama është, si më thënë, kreu i dy pushteteve, dhe i pushtetit legal dhe i pushtetit të oligarkëve, apo është vetëm shërbëtori i oligarkëve. Njerëzit e kanë perceptuar shumë qartë këtë, sepse nuk mund të ushtrohet ajo lloj dhune kundër një të riu, një qytetari që pretendon atë që është ka pronën aty, ai mund të sqarohet, do dalë ajo se si është. S'po e fton media shtalli. Ajo pra është, nga një herë ylli, janë këto episode dhe në historitë e mëdha, jo të voglat, që janë këto episode që ndezin fitilin e revoltës edhe të zemrimit popullor, i cili tani është fakt dhe është një ngjarje e madhe për demokracinë në Shqipëri. Si e parashikoni vijimin e kësaj protestës? Po thoshte, po e parashikove gjatë. Keni kampionati botror. A ka gjasat ta shuaj qeveria, apo politika e vjetër është vërtet e rrezikuar? Preç i pari. Mendoj se kjo varet nga vetë protesta, nuk e ka në dorë as qeveria, as opozita që ta ndaloj. Po për momentin kjo është një protestë ku përbërja është një konglomerat, sepse ka dhe radikal të majt, ka dhe socialist, ka dhe demokrat, ka dhe liberal, ka dhe nacionalist, më thënë janë një... Ora, aty të gjithi ke. Tani, por, ata kanë një kërkesë për bashkuesën, mendoj unë që i bashkon gjithë, është dorëheqja e qeverisë. Pjesa tjetër, pastaj se cili mundohet të avancojë atë profilin e vetë. Po ka gjasa të shuhet, apo të rëzoj politikën e vjetër? Unë mendoj se po të vazhdojnë, duke i rregullu pak terma dhe duke promovuar terma përbashkuese dhe duke evituar shndrimin e një subjekt politik, ata mund të arrijnë gjërat mëdha në Shqipëri, sepse po bëjnë një lajm ndërkombëtar për një problematik, po ekspozojnë plagët, smundjet që ka Shqipëria dhe po i ekspozon një tjetër tribun, si me thënë. Ndoshta, por në momentin kur do duan të shndrohen në subjekt politik, atëherë ata duhet të kenë një program. Unë mendoj që Shqipëria, të jemi të sigurt që nuk kthehet mrapa. Duhet të artikulojnë kërkesa, thuaj. Kërkesa, zgjidhje. Nuk po shohim. Ti sot kërkon ndërheqjen e qeverisë. Po të tjesh subjekt politik, duhet detyrimisht tush, po qa kërkon mas kësaj? Kërkon zgjedhjet parakoshma, kërkon qeveri teknike. Duhet jetë, po si do ndodhë kjo? Ata kanë luksin në gjendin që janë tjenë... Se revolucion të të nëzjedhe fotografinë e Avni Rustemit aty. Ska që revolucion, nuk shkon revolucioni fara aty bile... Unë them që protestat do ketë sukses në qovë se duke mbajtur në fokus oligarkin, kastën politike plurale solidare që bën teatrin e demokracisë, paligjshmërinë, arrogancën, arbitraritetin e tjerë, do qëndrojnë këtu. Nuk do të hapen në çështje të tjera, sepse
E pastaj do buisin kontradiktet aty, sepse ka shumë, unë mendoj se... A ishte shkurt se u bërë referat. Preq, okej, do me thënë... Se shumica nuk kemi të qartë që do ndodhe, shumica njerëzve mendoj unë i respektojnë arritjet themelore Shqipërisë të 35 vjetë që lidhen me lirin, me ekonominë e tregut, me nismën e lirë. Falenderoj shumë, zoti Zogaj, një sekund, sepse a i do të eqë mikrofonin, do të nga presa dy poshte e kafja. Falenderoj dhe zotin Meksi, po a i lvizi pak më përpara, do shka ka dhe nëjë punë të televizionit. Është shumë probleme... Tani të kaloj këtu unë, faleminderit, bashkë, takojmë i poshtë. Albatros, minutë, bushat të ludhem, se po përdorët e ti dhe operatorët telefonin, bet telefon dë njaja këtu, e kupton? Se operatorët nuk e eqin nga dora. Edhe ti, po e shto. Po bateri, unë qëti, ti fry, që ti bëjë unë për të? Jo, që s'po e përdorë, them se është bërë me 2%. Fillo punë operatora. Po 2% qatë, mos e shiko. Vazhdo përgjigjen. Me ata, po me mua. Po doja të ja thosh ati, se s'po të gjonte, nuk po shikonte, s'po ngritë sytë, dhe ja thash ati. Unë menoj që protesta do vazhdoj dhe sa të filloj kampionati botëror, edhe dhe sa të filloj sezoni plazhit, filloj njerëz me shumë plazh. Ti thua që me kampionatin botëror mbaron kjo protestë. E dyta, është një detaj tjetër kulturor. Ti mund të kush fiton këtu kampionatin botëror tani. Njerëzve mundet dhe mos më pëlqy kjo që do të them Rakibi, por fatkeqësisht është e vërtet, mua nuk më pëlqen, por është e vërtet. Në momenti kur del ti në shesh, e ka megafonin edhe të dëgjohet dialekti malok që Tiranë ka marru filmi. Malok që thua ti nuk lejohet. Edhe, unë jam vetë malok për pikpamje. Vetë malok ai. Edhe, vetë malok jam. Si të ka mikrofonin edhe dëgjohet ajo timbri aty, ajo vish, kjo është dëgjohet. Po është realitet, nuk hec muhabetin Tiranë, sepse asocion me diçka që në këtë vend s'pako dhe për 2 dekada të arshme do jetë tepër. Tiranë si flasin ke grisë. Zoti Bido? Zoti Bido? Po? Dialekti i Tiranës dhe ajo që ka po flasun është 2 gjona tjera. Si regull s'bëj parashikime bi gjëra cilat nuk besoj se kemi matje konkrete, por në rastin konkret, ajo që ne shohim është një intensifikim i një zhurmënaje të qëllimshme, e cila vjen nga populizmi i partizave dhe politikejve. Arlindi këta thuaj. Më të mbarojsh. Po. Sot u përfshirë Arlindi atje, unë kisha për të tjerët. Sot u përfshirë Arlindi atje, sepse është s'ka guzim intelektual që të thotë atë që është realisht ideologikisht. E respektoja shumë deri dje se mendoja se e kishte. O, thuje bukrim. Dhe e dyta, një luft hibride që dreqe e mori, kush se kupton që një investimi huaj nuk mund të vidhen si që gënjen, më falë, po të them trotë Shandi Bushati, se një investimi huaj do me thënë ca lektu huaja, që vinë dhe investohen dhe futen ekonomin tonë. Rjedhimisht s'ka qatë vidhet në të, nuk është në interesin tonë kombëtar, mund të...